të mostarim të organizojmë një politikë të caktuar penale dhe financiare, se janë të gërshetuara të dyja bashkë, që të kemi një sukses të caktuar. Por duhet të kemi parasysh edhe diçka, që në qoftë se ne mbyllim kanalet e parave të zeza ose të pista, duhet të hapim kanalet e parave të bardha, sepse nuk mund ta kolapsojmë shtetin në këtë farë forme. Dhe prandaj do thënë jemi narkoshteti. Po nuk e thashte unë. Po jo, kjo është burimi, financimi, karburanti i këtij shteti kush është? Prapele pa folur dam. Po të lutem, mirë që shkote deri mi tamam. Lini as ju të flasim. Kjo është e padrejtë. Do të prokurori jemi edhe në bojkot tani. Ideja është e tillë. S'ka folur arbri, ka qenë gjithë ditën pa gjyqje sot. Do të flas. Deri të prandës pushim. Prandaj edhe këtë herë tha, po vim me një herë në emision se s'kam asnjë angazhim tha. Ideja është e tillë, që duhet të ketë një politikë penale dhe financiare, por duhet të ketë edhe një politikë ekonomike për të kanalizuar të gjitha këto burime të cilat Shqipëria i ka. Më thoni ju se sa fitojmë ne nga renta minerare, ndërkohë që jemi një nga vendet e pasura më të rëndësishme në krom, por edhe në naftë dhe në gjithë pasuritë e tjera. Pra unë besoj që duhet të ketë një lloj kapitalizimi të gjithë kapitalit shtetëror dhe jo vetëm, për të arritur që të sigurojmë një ekonomi formale dhe informaliteti. Problemi më i madh është që ne na ka ikur kapitali kryesor, ne na ka ikur njeriu, se unë e kuptoj këtë lloj. Ja, nuk ka lidhje, ne jemi dashamirës, ke gabim, ne jemi dashamirës. Jemi te pena nga juve. Po ka diçka, dëgjoj. Po ni pe baba një. Problemi më i madh është që ne na ka ikur kapitali njerëzor, po nëse po flasim për drejtësinë, jo, të lutem. Nëse po flasim për drejtësinë dhe jemi akoma te drejtësia, unë besoj që është emergjent rishikimi në total i të gjithë reformës në drejtësi edhe mbi gjitha rikthimi në sistem i njerëzve që janë larguar pa drejtësisht, pa u kthyer në sistem. Ata njerëz që janë larguar, qoftë për bindje politike, qoftë për bindje krajinore, qoftë për bindje profesionale për shkak se nuk i kanë shërbyer. Po jo më se është diçka që mund vërtetohet se ti merr bilancin e dosjeve të një prokurori. Strasburgu megjithëse po vepron shpejt. Po do jetë vonë pra, nuk po themi të shkojmë deri te Strasburgu, po themi ta evitojmë Strasburgun. Ju plak paktën të asaj pjesë të reformës që ata duket se dëshironin ta quajnë, më fal. Unë ndërpres për këtë. Zoti Hoxha, ju lutem. Ja dhe unë do t'i lej rradhësh nga devolli, nuk merr. Zoti Hoxha, ne të Korçës nuk i lëm rrallë devollit, po s'ka që këtë rrallë do e bëjmë. Problemi është që ne mirëditor. Megjithatë shpeshherë nuk i bie nga Korça, i bie nga fshatet e devollit për të shkuar më afër. Për të shkuar në Perëndim, po duhet të shkosh nga devolli. Patjetër. Ideja është e tillë, pra për ta përfunduar atë që sapo nisa. Dhe duhet të ketë një politikë financiare në raport me të gjithë ekonominë kombëtare. Unë besoj dhe shpresoj fort që të paktën një strategji 10 vjeçare duhet që të fillojë, sepse ndryshe do të ishte naive nga ana jonë që të besojmë që do të vinte begatimi si te ai filmi brenda 2 viteve, dhe besoj fort që të paktën Shqipëria në 2 legislaturat e ardhshme do të arrijë që të kapë standardet e Bashkimit Evropian. Të paktën kështu shpresoj unë. Ideja është reforma duke ju referuar të gjithë elementeve që ajo kishte si synim të realizonte, nuk realizoi fare qëllimin e saj. Dhe fakti që po koalidohen në 10 vjet të gjithë korpusi i ligjeve që u hartua nga reforma dhe të gjithë korpusi i ligjeve duket se ka çeduar dhe ka marr ujë në shumicën e tyre, atëherë duhet emergjente të korrigjohen. Korrigjohet jo vetëm ajo që thot zoti Bushkola, po korrigjohet një element shumë i rëndësishëm. Drejtësia të shërbejë qytetarit dhe të jetë sa më pranë qytetarit nëpërmjet transparencës, nëpërmjet cilësisë dhe nëpërmjet shpejtësisë. Drejtësisë në komo, kjo është elementare. Zoti Ahmeti? Për reformën drejtësie. Jo, si mundet që të shkulen rrënjët e forta të krimit një mesazh të fortë sa i takon edhe edukimit moral, edhe kulturor, por edhe pa institucioneve. Pa institucione të forta është e pamujtur. Pra, ne gjejmë zgjidhjen te individi, nuk është zgjidhja as krenari, as X-i, as Y-i, është institucioni. Nëse ne do të arrijmë të ngrenim institucionin, s'ke nevojë as me shku në Evropë, në Evropë jemi. Janë dy, mendoj. Institucioni, mentalitet. Në rast se unë çohem që në mëngjes, në rast se unë çohem që në mëngjes, dhe kur bëj një kundravajtje të çfarëdo lloji dhe momentin e parë përpiqem mos përballem me kundravajtjen, po të gjej rrugën për t'i shpëtuar asaj nëpërmjet korrupsionit, bëj dy dëme. I bëj dëm mentalitetit tim,
i bëj dëm dhe shtetit tim sepse jam duke mësuar punojësin administratës time me korrupsion. Dhe ne jemi një popull që e kemi shumë të theksuar këtë lloj mentaliteti, dhe sot e kësaj dite ne nuk themi më korrupsion, krenar. Ne themi rishfet që para 500 vjetëve që na është vërtetu shkencërisht nga sociologët që edhe Gjermanin me elan pa institucione bëhet masi se ne. Pra s'ka të bëj fare individi, është institucioni. Se në fundit institucioni, shteti nuk është gjë tjetër, vetëm një makinë shtypse. Është pula po veza jo krenar. Derisa vijon të ekzistojë mendësia politike, theksoj politike, e pushtetit politik, që jep lirshmëri krimit, të fus kthetra, sa të kontrolloj policinë e shtetit dhe drejtësinë dhe sistemin e drejtësisë, kur krimi nuk do mposhet, madje do fuqizohet akoma dhe më shumë. Shumë shkurdhon. Ne kemi pas një politikë për dekriminalizimin e parlamentit. Fakt, unë gjykoj, duke qenë se njoh pak a shumë të fush, pothuajse në gjithë territorin e vendit, që jemi në kushte që ne kemi nevojë për një dekriminalizim masiv të rinjisë, dhe është koha që dhe arsimtarët thirrën të vinë të parë kësaj lufte. Pa folur këtu, kam një keqardhje shumë të madhe dhe për komunitetet fetare. Realisht më ka bërë shumë përshtypje që me përjashtim të Shkodrës, kam parë shumë pak këtu në Tiranë, qoftë kryeun e Kishës Katolike, qoftë atë të komunitetit musliman, se nuk po më vjen mend emri tani, apo të Kishës Ortodokse, që të flasin për këto probleme. Bilanci realisht, bilanci i jetëve të humbura nga krimi organizuar dhe nga vrasjet dhe nga gjakmarrjet, dekadën e fundit ka qenë dramatik. Dhe nuk e them kot dekadën e fundit, pasi unë e lidh me se foli pak për statistikat e Eugenie. Gjithmonë statistikat kanë parë që policia, shtetit dhe institucionet tona i bëjnë me 2013. Po në raport me 2013 ne mbaj mend kemi qenë pak të 1 milion banor më shumë. Tani jemi rreth 2.4 të paktën zyrtarisht, po unë prap gjykoj që jemi me mentalitete fikse në statistika. Ne 50 vjet u krahasohemi me 39-ën, tani në 50 vjet krahasohemi me 2013-ën. Po mirë, një pikë referimi do ta marrim. Po ende sot flasim me para të vjetra, kështu që para të vjetra. Mësuam dot para timi. Ata njerëz që është ndërruar në 70-ën paraja dhe ne themi 500 të vjetra të reja. Është çështje mos ta. Çështje mentaliteti edhe kjo. Zoti Qelbeta të falenderoj. Zoti Aveti shumë faleminderit. Zoti Bashkola falenderoj shumë. Nderuar, shumë faleminderit. Arber, shumë faleminderit dhe suksese se të presin goxha punë. Arber, sigurisht.